Një vit tjetër ka tërëkitur në jetët tona, një vit i ri që sjell shpresë, pritje dhe dëshirën e përhershme për ditë më të mira. Në ditën e parë të 2026-s, urimet e para erdhën nga drejtuesit e institucioneve, të cilët përcollën mesazhet e tyre për qytetarët banorët e fshatrave përreth dhe për mira kuksian të shpërndar anë mban botës. Prefekti i qarkut Kukës, Dritan Baji, uroi që viti i ri të sjellë mbarësi dhe shëndet në çdo shtëpi, duke i kujtuar qytetarët se pavarësisht të sfidave, forca dhe qëndrueshmëria janë vlera që Kuksi i ka mbajtur gjithmonë gjallë. Nga Bashkia e Kuksit, kryetari Albert Halile përcoll një mesazh që i bashkoi të gjithë kuksianët, ata që jetojnë këtu dhe ata që e mbajnë lindjen në zemër dhe kur janë larg. Edhe kryetari i Këshillit të Qarkut, Astrid Dobrushi, shpreh urimet e tij për një vit të mbar me mirësi, respekt dhe mbarësi për çdo qytetar. Në këtë atmosferë festash dhe shpresse, Kukës Televizion i uron të gjithëve gëzuar vitin e ri 2026, urojmë që mbarësia dhe begatia të mbushin shtëpitë tuaja, qoftë ky një vit i paqes, i mirëkuptimit dhe i respektit mes njerëzve për miq, shokët dhe familjen, gëzuar 2026.